nuk mendoja që po filmoja. Po thoja, Casey Tola, një nga performancat më të bukura, më unike që kemi dërguar ndonjëherë në Eurovision, e preferuara ime deri pak vitesh. Ndiqni videot e tjera për të kuptuar se cila është për e preferuar në absolut deri tani. Nga performancat më të bukura, më të veçanta, kontemporane dhe me një skenografi shumë të bukur, me një koreografi shumë të bukur. Kush ka qenë të RTS-ja përgjegjës për këto performanca, për këto ide të përfaqësimeve tona të para, duhet të rikthehet. Where are you? Fakti që kemi një balerin i cili është veshur komplet në blu, pra princi i kaltër i ëndrave që nuk identifikohet, pra sepse nuk është person real, dhe fakti që nuk i sheh fytyrën është fantastike, kërcimi shumë i bukur, ndërveprimi me Casey. E kam fyer gjithmonë, domethënë është një nga këto tamam si për rrallë, kanë arritur ta kthejnë kuptimin e këngës në realitet. Nuk e di, vibe pozitiv e gjitha. Viti që konkuron kjo këngë është viti që ka fituar edhe Norvegjia me këngën Fairy Tale, që quhet edhe refreni dhe himni i Eurovisionit, kështu që gjithashtu një vit ikonik. Që e preferuara ime dhe me shumë dëshirë, me shumë qef, sa herë dua të dëgjoj të këngë të Eurovisionit, e para që vendoset është Casey Tola. Nëse të pëlqeu ky video, shko te profili im sepse po komentoj performancat më të bukura që më i dërguar në Eurovision.